Tani jemi me Luelën në studio, e cila na kujton sa herë që vjen që është fundjavë dhe ne gëzojmë. Vërtet, edhe ka aktivitete të zgjedhur të argëtojmë edhe të shojmë shfaqjen. E meritojmë sepse punojmë. Shkojmë në fundjavë se mund të shkojmë që nga e marta, më duket apo edhe nga e hëna, ka shfaqje që fillojnë që në fillim të javës. Po më atë përpara se të shkojmë edhe tek kalendari i majit, që më sa duket është i bollshëm për fat mirë, kemi patur dhe aktivitete tjera, siç ka qenë Zan Art, festivali artizanit dhe panajiri i ekspozitorëve. Na trego pak Luela. Zan Art për herë të parë është një festival ose si thua panajir, ka nisur rrugtimi si një panajir, ku nga çiftelia Lahuta tek kostumet tradicionale të çdo treve të realizuara dhe të qëndisura nga zonjat shqiptare, kanë mundur të ekspozohen. Janë 37 ekspozitor ose më shumë se 37 artizan, të cilët përpiqen me çdo kusht të mbajnë traditën gjallë, të mbajnë atë që kanë trashëguar brez pas brezi, duke e sjellë të ekspozuar. Tani që nga momenti që Këcimi Tropojës apo xhubleta shqiptare shkoi në UNESCO dhe ju dha një rëndësi më e madhe, duket sikur morën hovë edhe rëndësia që kanë kostumet tona tradicionale nga veriu në jug, pa diskutim xhubleta më e rëndësishme ndër këto vite, por patjetër edhe të gjitha kostumet e tjera tradicionale, duke vënë në pa në një farë mënyre të gjitha të thesar që na karakterizon si popull. Pa diskutim ishte një panajir që nuk do të mbetet thjesht tek panajiri dhe tek ekspozitorët që kanë marrë pjesë aty. Zan Art është zgjedhur në fakt edhe emri është shumë i bukur, një që nuk është vetëm zanat për disa të rinj apo për disa të tjerë që prej vitesh e ndjekin këtë traditë për të sjellë më të mirat dhe më të bukurat e kulturës dhe traditës shqiptare, po është edhe një lloj arti që duket sikur vjen nga zanat, që është një lloj fjalësh shumë e bukur, Zan Art, që është zgjedhur për këtë panajir edhe për këtë iniciativë të re, si thuash, të Ministrisë së Kulturës. Pa diskutim me ngjyra të ndryshme nga vende dhe si thuash kultura të ndryshme të Shqipërisë, nga Qeleshja apo Plisi që ne e shohim në dëshkët e Kombëtares, deri tek elemente shumë të vegjël ose maskat veneciane, të cilat pavarësisht se janë veneciane, tashmë janë, unë them toke zanun edhe për ne shqiptarët, sepse janë disa nga artizanët më të mirë, pra artizan që janë vlerësuar edhe vetë në Venecia për punën që bëjnë me maskat veneciane, një lloj tradite që duket sikur e kanë trashëguar dhe ata vetë për ta sjellë në Shqipërinë e këtyre ditëve. Nuk do të jetë thjesht një panajir, do të jetë një festival i gjerë ku do të jenë edhe 11 workshope ose trajnime me të gjitha ata artizan, po njëkohësisht edhe studiues të kulturës shqiptare, për të kuptuar se si ne mund të japim qasjen që duam një kostumi popullor. Pa diskutim duke i dhënë edhe notat modernizmit, se mund të veshin model. Sa e vështirë është për të ruajtur autenticitetin edhe materialin origjinal të tyre? Ne kishim një lidhje me Gjirokastrën para pak kohësh, ku ishte kthyer në një shqetësim fakti që turistët tani më nuk di apo blinin origjinalen apo po blinin sajesa të kostumeve tradicionale popullore shqiptare. Mbi 200 euro besoj që bën një kostum tradicional shqiptar, një kostum që ka vlera të vërteta. Pastaj nuk kuptohet që fijetarit është shumë e vështirë të dalloj një personazh si unë apo një turist i huaj. Ashtu sikurse shumë e vështirë të dalloj edhe unë në kultura të tjera kush është autentike dhe kush është ajo që duhet të ketë një sekret se si ta kuptojmë. Pa diskutim, po këto janë zonja të certifikuara, të cilat kanë punishtet e tyre në një farë mënyre të sigurta, pra e rëndësishme është që këta artizan ne t'i njohim. Edhe kur drejtojmë dikë apo kur blejmë një produkt, pa diskutim ta blejmë në ato që janë artizanët e vërtet, edhe që pa diskutim u duhen muaj punë për të realizuar një kostum. Dhe është e vërtet, Kristi, që në treg
edhe për të mbuluar kërkesën e turistëve që duhet në ka qenë e lartë këto vitet e fundit, edhe kërkesa e tyre për të gjetur xhubletën apo një lek është pak më e thjeshtë, po xhubleta, mos harrojmë, mund të dojë 2 vite, mund të dojë 9 muaj punë intensive për ta realizuar. Dhe normalisht nuk është një produkt që mund të gjendet lirë në treg. Në këtë këndvështrim, patjetër që është një gjë që duhet porositur, kërkon kohën e vet, edhe patjetër duhet jesh shumë detajist ose ta kesh studiuar vetë xhubletën për të kuptuar nëse i ka të gjitha elementet që i duhen. Po që është e vërtet është një punë më shumë se 9 muaj, do më shumë se një fëmijë të realizohet një xhubletë. Po më kohë është edhe pasuri që mbrohet tani më nga organizata. Prandaj është pasuri që mbrohet, sepse jo çdo kush mund ta bëj, kërkon jo vetëm impenjimin e vet, po kërkon edhe një lloj dashurie kur ti e realizon atë xhublet. Mos harrojmë që janë kostume të cilat trashëgohen ndoshta 2000 vite, edhe shumë e vështirë, domethënë që memoria ti përcaktoj ose të ketë rregullat e veta, ndaj është një lloj arti që duket sikur zbret nga zanat ose nga një motiv tjetër që është trashëguar brez pas brezi dhe nuk është. Ka të bëjë vendi ku ti e blen këtë, Luela, ndoshta duke shkuar për shembull në Gjirokastër, apo duke bler në Shkodër, ku diun. Aty kush do vendi në pazarin e Krujës. Pra pa diskutim, po, janë disa zona specifike, se thuash në Gjirokastër që është UNESCO tregtarët, po themi, janë disi më të kujdesshëm për të ofruar një cilësi më të mirë, se sa mund të ndodhi në rrugët e Tiranës. Është një lloj sikur se ndodh me librat, që i ke më të certifikuara në libraritë kryesore të kryeqytetit, se sa në plazh që ti blen libra pirat apo libra të pa konfirmuar. E njëjta gjë ndodh edhe me kostumet tradicionale. Por ata që janë njerëz që vërtet i kushtojnë rëndësi, i njohin edhe studiuesit. Për shembull, kush nuk e njeh Afrodita Unuzin, që ka një jetë që merret dhe studion kostumet shqiptare, studiues të tjerë pa diskutim në zë, dhe po të bësh një search sot kemi telefonat çdo kush nga ne, edhe një turist i thjesht e ka telefonin në dorë për të kuptuar se cilat janë ato brendet kryesore, se ku duhet se tu orientohemi për të gjetur një kostum popullor që është pjesë e identitetit tonë kombëtar, po që një kostum është edhe cilësi e mirë. Shumë prej kostumeve kohët e fundit, ajo që më pëlqen mua, është që merren edhe me qera për evente të ndryshme ose për aktivitete që mund të duhen vetëm një ditë apo 2 ditë, magjia e të veshurit një kostum edhe në se thua ditë të rëndësishme të jetës, siç mund të jenë dasmat, si mund të jenë festat kombëtare, patjetër që e bëjnë këtë edhe më të bukur. Kështu që ashtu sikurse ka njerëz që nuk i blejnë dot sepse kostoja është e madhe, është edhe opsioni tjetër që tashmë kanë filluar merr kostumin origjinal patjetër. Me qera. Flas pak për Ben Blushin. Gjatë javës kaluar është folur shumë për të, edhe këtë radio si shkrimtar, por edhe si fotograf. Është fundit, ndoshta ditët e fundit. Është vazhdon ende të jetë në kod, është në kod. Ekspozita në kod. Një ekspozitë me fotot e tij, shumë interesante dhe mjaft e pëlqyer, mjaft e komentuar, një tjetër dimension i Ben Blushit, E kemi parë më herët politikan, shkrimtar, natyrisht për një kohë të gjatë, tani edhe si fotograf. Edhe si fotograf. Si të duk kjo ekspozitë? Por nëse të premten e kaluar hodhëm dyshimet nëse Blushi do ta bëj libër apo jo, nuk vënoj shumë, por e ka publikuar librin e tij. Këtë herë nuk është si 41 sekretet që ka qenë një libër i cili rrëfente 41 personazhe bashkë me një sekret gjithmonë të shoqëruar në libër, edhe në këtë rast, pas ekspozitës, ka publikuar librin e ri, por është një libër i cili është album. Shumë pak fjalë apo fabul mund të ketë brenda këtij libri të ri, me të cilin ka zgjedhur ta publikoj me Mediaprint, një cilësi e mirë, unë e pash një cilësi e mirë e librit, ashtu sikurse kërkon fotografia, sepse gjithsesi fotografia në këtë rast ndonse bardezi kërkon printimin e vet në cilësi të mirë, po aq sa edhe në libër. Në kryeministri ka pasur pa diskutim në këndvështrimin tim shumë publik,
nuk ndodh shpesh me fotografi. Ne kemi vetëm një konkurs fotografie i cili zhvillohet midis Tiranës dhe Fierit, që është Focus Award. Shumë pak evente mund të kemi në kryeqytet, po edhe në rrethe që flasin për fotografin, dhe mua më vjen mirë që disa portrete në Bardezi që rrëfejnë në fakt Shqipërinë. Pra kërkon të flasën për mjet pamjeve, zoti Blushi. Kanë kapur vëmendjen e njerëzve, kanë nxitur, kanë pasur mundësi që të krijojnë biseda brenda në hallin e kryeministrisë, të takojnë artistin. Dhe ai ka deklaruar publikisht që nuk ka dhe ndonjë eksperiencë aq të madhe me fotografinë, rreth 3 vite ka paka shumë që ushtron, le ta themi, këtë eksperiencë të re. Po, ka nisur ta mësoj diku do guxim që ti të dalësh edhe të me kaq pak eksperiencë ndoshta me fotografinë krahasuar me të tjerët, të bësh një ekspozitë. Sigurisht që ka studiuar gjatë kësaj kohe, ka marrë këshillat e duhura, ka nisur me Roland Tashën, që është një emër i njohur tashmë i fotografisë, dhe më pas e ka nisur si pasion. Shumë pak ndërhyn në fotot e tij, po fakti që ai është një shkrimtar që ka qenë pjesë e si thua medias, që është përballur her pas here me ato që quhet lajm dhe me ato që mund të bëj një artist për te lajmit, si thuash, pa diskutim që e ka ndihmuar. Pra, të qenit shkrimtar nuk është diçka që nuk e ndihmon fotografin, sepse në një farë mënyrë arrin të kap emocionet ose të gjej personazhet e duhur, se në fund ditës edhe shkrimtarja atë bën. Ulet diku dhe sheh emocionin e dikujt, arrin të krijoj një personazh apo një fabul brenda një personazhi apo një karakteri, një veshjes së një burri apo një gruaje, pa diskutim këtë bën edhe fotografi. Vetë se fotografi do duhet gjej momentin të kap në fokus gjithë emocionin, duket pak më e vështirë, pa diskutim që duket pak më e vështirë. Është vështirë edhe që të kuptojnë, Lule, është një formë arti pak më specifik, pra që edhe publiku të ndjej atë që ti ke ndjerë në momentin që ke bërë shkrepjen, do guxim. Por në mënyrë jo të drejt për drejt, zoti Blushi jep edhe mesazhin që pasioni nuk njeh moshë, ai ka filluar në një moshë të vonshme, le ta themi, fotografin, kështu që është gjë e bukur. Një nga specialet që kemi përgatitur për këtë fundjavë, që shkoj edhe unë për te i lajme, në këtë ras një lloj si Blushi, e kemi pyetur Blushi nëse do të bënte një skenar filmi, duke qenë se vjen nga një familje në cilën është rritur me filmin, ose harrojmë Beni ecën vetë është një film që është realizuar për të, pa diskutim është rritur mes librave, dhe tashmë provon ose si thua guxon me fotografinë, që ka rezultuar në një farë mënyrë e suksesshme edhe nga fotografë të cilët janë bërë kritikë ose kanë dhënë vendimin e tyre mbi ekspozitën që është hapur në kryeministri. Pra duke qenë se është rritur në këtë ambient ku midis filmit dhe letërsisë shumë e thjesht duket tani që merr edhe me fotografi të bëj edhe një film apo të shkruaj një skenar, ka thënë jo në mënyrë kategorike. Jo, nuk do të bënte një skenar për... Mos i beso shumë këtyre jove. Jo, ka thënë jo për një skenar, por ka thënë po për regji ose fotografi filmi. Pra, në një farë mënyre e të ndon fakti që të bëj një, si thua të drejtoj fotografi në një filmi, sigurisht tu tregohet foto duken të tëra Bardezi, të tilla janë të gjitha në ekspozitë, ndërsa në libër, domethënë në ekspozit ka zgjedhur vetëm 42 imazhe, pra nga 41 sekrete që ka pasur tek libri i parë, në ekspozit janë zgjedhur 42 imazhe të shqiptarëve të padukshëm, të njerëzve të zakonshëm që të panjohur, më fal, jo të padukshëm, të panjohur, të cilët duket sikur janë të padukshëm në këndvështrimin ton në sa herë që përpiqemi të shohim edhe të kapim atë që Blushi ka realizuar përmes fokusit aparatit. Ekspozita është ende hapur, Ekspozita ka vetëm dhe pak ditë në kryeministri, sepse me datë 6 maj do t'jetë shpend bengu një tjetër zë shumë i rëndësishëm i artit vizual, i cili do t'jellë një dokumentar të restauruar shumë interesant, po do duhet ta shohim, një dokumentar që flet për Shqipërinë dhe që vjen nga arkiva të huaja, të cilat besoj që do t'jenë një magjepse më vete. Kështu që më 6 maj na lë një takim tjetër, një artist tjetër në kryeministri,
Kështu që pak ditë e keni blushen, por me siguri ata që do duan ta ndjekin, do të duhet të blejnë ose të kenë ndërduar pa diskutim librin e tij më të ri, që nuk ka vetëm 42 fotografit që ka në ekspozit, po ka 59, rreth 59 imazhe, të cilat edhe imazhe të cilat nuk mundën të futeshin në ekspozit, për shkak se është dërguar më herët për botim, por ndërkohë ekspozita u hap pak më para. Okej, mirë, dhe jemi në fillimin e muajit maj, Luela, një muaj maj që premton shfaqje të reja dhe të vjetra që rikthehen në teatrin kombëtar. Në teatrin kombëtar, në teatrin e operës dhe baletit, me qënë se jemi tek arti vizual dhe te që jemi në memoria më është një nga ekspozitat që është hapur ditën e djeshme në FAB, në galerin FAB, që është galeria e Universitetit të Arteve, kuruar nga Najada Hamza, është një in memoria për Alio Seku, një artist shumë i rëndësishëm i artit vizual, dhe me qënë se ishim tek fotografia, tek imazhi edhe tek dizajni, pa diskutim do doja ta nisja me këtë, që është një nga aktivitetet që mund ta gjeni në Galerin FAB deri më datën 10 maj. Pastaj sa i përket teatrove, si teatri kombëtar, po, e nisim me teatrin kombëtar, Ferma e Kafshëve është një nga kryeveprat klasike, që shkon shumë bukur me zgjedhjet, që jep mesazhe të mëdha, është një shfaqje e cila ka pasur suksesin e vet, jo vetëm në Tiranë, po edhe në teatrin e Durrësit, dhe nuk e di se ku tjetër e ka vendosur Driada Dervishi, po besoj që sukses do kishte në çdo rreth për shkak të kastit të mirë të aktorëve që ka zgjedhur, për shkak të veprës. Kanë sukses edhe kur rikthehen, Luela? Po, ka sukses, sepse jo të gjithë kanë pasur mundësi për ta parë, dhe pa diskutim një rivënie në skenë të sjell gjithmonë një koncept tjetër. Për shembull, ndryshojnë përgjithsisht apo mbeten të njëjta gati-gati? Lako në këto shfaqjet e fundit, gjë që duket sikur nuk ka qenë, domethënë nuk është një rivënie skenike, ka gjithmonë një element tjetër, një element ka pra diçka i cili patjetër mundet, ka regjisorë të cilët zgjedhin që mundet ndërhyjnë pak në tekst, në përkthimin e veprës, të fusin si personazh ose si element politikan. Mbetet në zgjedhjen, në dëshirën e regjisorit gjithmonë. Pa diskutim që mbetet në zgjedhjen e regjisorit. Shfaqje tjetër? Se si rikonceptohet shfaqja, e pa diskutim një shfaqje që do të rikthehet prapë është 12 burra të zemëruar, që besoj që nuk e ka mbyllur ciklin e vet, edhe pa diskutim që është një nga shfaqjet e rëndësishme të këtij kalendari artistik. Është Armando Bora? Dhe Armando Bora, po është një shfaqje e cila edhe ajo është rivën në teatrin, është një rivënie që vjen nga teatri Migjeni, kam përshtypjen, dhe nëse flasim për si thua Shkodrën e viteve 50, do të veçoja një vepër të re që ngjitet jo në teatrin kombëtar, pra në sallën e madhe 400 vendëshe, po tashmë ke shkallët, neve bëjmë edhe 500. Po, jo në sallën e madhe, por në sallën e vogël atë të teatrit eksperimental që është 150 vende, është një shfaqje e re, e cila vjen koncerti në teatrin eksperimental, do të jetë në datat 1, 2, 3 maj, dhe pastaj besoj që do të rikthehet, vetëm më lër që t'jeme saktun për të gjithë publikun, me 16, 17 dhe 18. Koncerti është një produksion i ri i teatrit eksperimental, me Lidon Finon, Lard Vasilin, Ilirda Beleri, Matia Lupa dhe Ismail Shino, të 5 këta personazhe ngjiten në skenë për të treguar një histori të Shkodrës së viteve 50, ku një person hidhet nga lartësia, është vetvrasja apo jo, kjo duhet diskutuar. Me mister brenda. Me mister, pa diskutim, po është një trajtesë shumë e bukur e fatit të artistit në komunizëm, sepse komunizmi dikur nuk e pranonte vetvrasjen, si do trajtohet kjo çështje
nga hetuesit e asaj kohe, pa diskutim artistët që ngjisin në sken një vepër të drejtuar, pa diskutim nga ky artist i cili është vetë hedhur, vetë vrar, apo nuk i dihet fati i tij, pra fati intelektuali dhe i artistit në kohën e komunizmit, pa diskutim vjen në teatrin eksperimental. Kjo është një premier që unë besoj që do bëj. Ka qenë këtu në studion tonë për na treguar për koncertin herën e parë kur është vendosur në shfaqje. Luela, shumë faleminderit. Shumë aktivitete, edhe pse jemi në fazë fushatës zgjidhore, pa aktivitete kafa. Të gjitha institucionet, edhe Teatri Operas dhe Baletit, mjafton me një klik që t'hyni në faqen e tyre dhe mund gjeni të gjithë kalendarin. Nëse nuk shkoni në plazh, keni ku të shkoni në për teatro dhe opera. Faleminderit Luela. Ecim sepse ka kaluar ora, Aulona, dhe duhet të shkojmë pak edhe tek temat ekonomike, po përpara do shohim me Tanjën si do të jetë moti për gjatë gjithë fundjavës.